ose që nuk është e vërtet që bletë së durima për idealit të nipjet Rankovisit, po PDK-ja, LDK-ja në atë kohë kanë blej rrymë për idealit të Rankovisit. Për nipjet Rankovisit. Tashmë ka dëshmi. Po, që është e licencume. Po, është e licencume në kohën e ardhjes së qeverisë Kurti. Ne, problemet që kanë qenë në pjesën veriore dhe në portat hyrëse, e kanë bërë që këta ta devijojnë rrugën, e në këtë relacion dhe thët ka qenë një tërvatje për të kamufluar në portat hyrëse, mos me hynë nga veri, më me hynë nga jugu, ose nga lindja. Krejtësisht është rrjet i organizuar i tregtis me sektorin energjisë, e që asgjë, as nuk ka ndodhë dhe as nuk mund të ndodhë pa djenin e kreu të ngushtë të qeverisë Kurti, gjithsesi kryeministit Kurti. Do thotë monopoli është i rrymë sot i kompanive nga Serbia dhe Grecia. Në mënyrë absolute në koordinim plot me kompanit e akterve që janë shumë në kabinetin e qeverisë Kurti, që janë njerëzit më të afërt tina, kompani e akter, ambasador e drejtor që i dhanë direkt përgjegjësi qeverisë dhe faktikisht i dhanë përgjegjësi kryeministit. A ka pas alternativa për importurimes dika tjetër? Ka pas alternativë që kjo qeveri mos me ndërprej projektet nacionale të kontrglobalit, të tashmo, po i paguim tarifat e kësaj. Ka pas alternativë mos me njek investitor që kanë qenë të planifikum me investu në Qiqavic, me erë. Ka pas alternativë që me hap tregun, me kohë, me studim dhe kohë pas kohë. Ka pas alternativë me investu në kapacitetet gjeneruse, shqyqoni, para një mujve, si ka një muj, kryeministri, ministra e zhvillimit mbajnë konferencë, proklamojnë remontin e BES, kanë investu 50 milion, thonë që kemi gjatë jetën e termocentralit 20 vjetë, kemi rritë për 20 megawatt, në esencë, ditën e nesëmre, ka ramje dhe permanent asnjëherë nuk e kanë zonë, si me thonë, pjesën maksimale të prodhimit energjetik. Pra, mjetët janë dha, remonti thuhet që është kry, prodhimi nuk ekziston. Profesor, sa është real çmimi i importit të rrymës që po e bën Kosova sot? Se thatë për sot kohë i kemi 1.1 miliard euro që ndalë jashtë Kosovës. Me 1.1 miliard euro s'po flasim sa kompani ose sa firma i kishim qelë të energjisë alternative. Tash, po se kthejmë, ne me 1.1 miliard euro e këshëm përfundu një termocentral me kapacitet 600-700 megawatt. E këshëm përfundu me 1.1 miliard euro? Për so vjetë? Për 3 vjetë, 2 vjetë, 4 vjetë? Ka qene parapar, këtë muj me u inauguru termocentrali Kosova e Re. Ka qene parapar në projekt, po të mos ishte pëngu, tash në dhjetor të këti vit, ajo është dasht me u shu në prodhim. Do manë, me 1.1 miliard euro, sa kena bli rrymë pisiarë të zoti Kurti, ne këshëm pas sot një... Termocentral të ri me 600-700 megawatt, me teknologjin ma të re, me ndotje minimale apo zero, sepse tash... Sa këshëm e si mblera importet dhe me këtos që prodhojnë sot dhe me termocentralin një dri? Kështë qenë zero. Zero. Ne këshëm eksportu minimalisht 200-300 megawatt. Se su po kjo, profesor, pëse ndërvreti zoti Kurti? Tash prap këthemi të mafia energjetike. Mafia energjetike rajonale, serbe, ka investu me vite pas lufte, brenda dhe jashtë vendit, që me stopu projektet tona nacionale energjetike, me kriju varshmerin, kështu që kemi tash. Ka investu në vendosi, profesor? Ka investu në grupet sakturat interesit, për tash për delë si gjitha se të grupet interesit, të shoqërisë civile, fatkeqësisht, edhe të akterëve saktuar, po delë që janë në kabinetin e kryeministrit. Kjo e dëshmia që kanë qenë pjesë investimeve të kompanive kriminalet energjetike të servisë? Absolut po. Absolut po. Ne këto i kemi thonë në kuvendin e Kosovës që njerëzit më të afërt të kryeministit Kurti i kanë pengu dhe kanë qenë akter. Disa për tyre tash janë shpërnda, janë ikë pak, janë strehu, kanë kalu në hije, por që kanë qenë akter, që e kanë lobu, po janë mediat, e di njerëzit, janë emrat e përveçëm që janë mediumet caktuara e shumë qka tjetër që i kanë proklamu ata. Dhe sot, ato për qenë në opozit, normalisht, duke lëbon loje në opozitës, që në fakt ka qenë loje djallit, i kanë stopu projekte tona dhe sot kryeministri, ata njerëz, ata akter, i ka kthy në biznes edhe në kompani tregtare. Të zëreja, e pam edhe deklaratën e ish drejtar televizit dhe ndosë, zotit Lau, i cili thotë që këmë kërru për zëreja, këmë ndali parë dhe mandem kanë hjek në telefonata me zotin Kurti, ke termal në intervist. Edhe zëreja është e katë profesor, apo zëtë kjo kapje ka qenë për shkak një strategjiet, një kontrolimit, apo për shkak të implementimit të dërgimit njerëzve të afërt? Me zëreja ka humbur autonominë e vetë. Zëreja është do të duhet ishte, ashtu si që thëtë ligji regulatori i pamvarën. Ato asë një ditë punë e pamvarën e zëreja nuk e ka bon,
nga presioni politik i kabinetit të kryeministit dhe ministrës Rizvanolli. Ka dokumente, ka të shkruara që ata kanë kalu në ekstrem duke ndëgju dhe pranu. Shqyqani, gjithë planifikimi i tyre ka qenë në shërbim të kësaj politike. Si ke pa mesazhat që duli ministrës Rizvanolli ku emërohet zoti? Ajo është dëshmia ma e qartë, ma e dokumentume që ata e kanë bërë këtë punë me sistem. A ishtë dasht me reagu prokuroria, se ne edhim qa pa ndodhë të ju, të tjertë? Unë jam i bindun që prokuroria do të duhej me reagu, apo është në proces e sipër. Për ndryshe, rastet të tjera të kësaj... Mesazhet e ministrës Rizvanolli, emrimet përmes mesazheve, si komentoni profesor? Definitivisht është pjesë e ndërhyrjeve politike, shkelje e ligjeve në regulator të pavarur dhe kapje e institucioneve kryesisht të sektorit energjetik, se edhe i Berlepenci është pjesë prodhon 30 Ky emrime përmes mesazheve, profesor, ka të bëjë me emrimin edhe delegimin e njerëzve të ngushëm të subjektit politik apo në ato që sytet mafia energjetike? Gjithçka është në rrjedh të mafisë energjetike. Këtu është mafia, njëjtë ka ndodhur edhe tek mesazhet që janë zbuluar tek çështja e Dejonës me drejtorin e Kekut, me emrime, me selektim, me etiketimet njerëzve, ky është aty, ky ndëgjon verifikimin. Shiqoni, nëse i shef mesazhet, këta kryen punë që s'është e tyre, verifikojnë njerëz, etiketojnë